mjekët kanë konstatuar se ajo nuk kishte më shenja jete në momentin e mbërritjes së tyre. Ndërkohë, autoritetet kanë nisur menjëherë hetimet për të kuptuar se çfarë ka ndodhur saktësisht. Për momentin nuk janë dhënë shumë detaje zyrtare, ndërsa pritet që ekspertiza mjekoligjore të hedhë dritë mbi rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë. Fansat e reality show janë shprehur të tronditur në rrjetet sociale, ku lajmi është përhapur me shpejtësi të madhe. Shumë prej tyre kanë publikuar mesazhe ngushëllimi dhe kujtime nga momentet që ajo kishte kaluar brenda shtëpisë së Big Brother Brasil, ku ishte bërë shumë e dashur për publikun. Gjatë qëndrimit të saj në program, ajo ishte shuar për personalitetin energjik, debatet e forta dhe momentet emocionale që kishte ndarë me banorët e tjerë. Pikërisht këto momente e kishin bërë një nga personazhet më të komentuar të sezonit. Pas daljes nga shtëpia, ajo kishte filluar të ishte shumë aktive në rrjetet sociale, ku ndante shpesh momente nga jeta e saj personale dhe profesionale. Shumë fansa e ndiqnin dhe prisnin projektet e reja që ajo kishte paralajmëruar. Prandaj lajmi për vdekjen e saj ka shkaktuar një valë të madhe reagimesh në internet. Mira komente dhe postime janë publikuar brenda pak orësh, ku ndjekësit shprehin trishtimin dhe mosbesimin për atë që ka ndodhur. E pabesueshme vetëm pak javë më parë shihnin në televizion dhe tani po lexojnë këtë lajm, shkruan një përdorues në rrjetet sociale. Të tjerë kanë kujtuar momentet më të bukura të saj në reality show dhe kanë shpërndar video apo foto nga pjesëmarrja e saj në program. Ndërkohë, familjarët kanë kërkuar privatësi në këtë moment të vështirë dhe nuk kanë dhënë ende një deklaratë të gjatë publike. Ata kanë falendëruar të gjitha ata që kanë dërguar mesazhe mbështetje dhe ngushëllimi.